Politikat e reja të emigracionit të administratës Trump, azili dhe vizat e punës nën presion. Administrata e presidentit Donald Trump ka nisur një fushat mbarkombëtare për të anulluar mira kërkesa për azil të emigrantëve që kanë çështje aktive në gjykatat e emigracionit në Shtetet e Bashkuara, ndërta dhe shqiptar-amerikanë. Sipas të dhënave të brendshme të siguruar nga CBS News, strategjia bazohet në argumentin se azil kërkuesit mund të dëbohen në vende të treta dhe jo domosdoshmërisht në vendet e tyre të origjinës. Sipas avokatëve të emigracionit, kjo praktikë është intensifikuar javët e fundit dhe po zbatohet në disa prej qendrave më të mëdha të emigracionit si Atlanta, New York, Miami, Los Angeles, San Francisco dhe shtetet tjera të Teksasit. Gjykata e emigracionit janë institucione administrative që varen nga Departamenti i Drejtësisë, ndërsa qeveria përfaqësohet nga avokatët e ICE. Taktika kryesore konsiston në kërkesa ligjore të njohura si permit motions, përmes të cilave ICE u kërkon gjyqtarëve të hedhin poshtë kërkesat për azil pa i shqyrtuar në themel, duke argumentuar se aplikantët mund dërgohen në vende të treta që kanë marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara, mes tyre vendeve përfshirë Guatemala, Honduras, Ekuadori dhe Uganda. Deri në fillim të dhjetorit, ICE kishte paraqitur më shumë se 8.000 kërkesa për anullim të rasteve të azilit. Nëse miratohen këto vendime, i hapen rrugën për një ndërtim më njershëm, përveç rasteve ku aplikantët arrin të apelojnë. Administrata Trump e justifikon këtë fushat si një përpjekje për të frenuar abuzimin me sistemin e azilit. Department of Homeland Security ka deklaruar se po përdor çdo mjet ligjor të mundshëm për të përshpejtuar dëbimet, duke theksuar se marrëveshje dypalqe me vendet partnere. Megjithatë, avokatët e organizatat për të drejta e njeriu paremërojnë se kjo politikë po prek dhe raste shumë të forta azili përfshirë persona nga Irani, Nicaragua dhe Rusia të larguar për shkak të përndjekjes politike apo orientimit seksual. Sipas tyre, synimi real është dekurajimi i azil kërkuesve që teqin dorë vetë nga kërkesat e tyre. Një vendim i fundit i Bordit të Apelimit të Emigracionit ka forcuar këtë qasje, duke urdhëruar gjyqtarët që së pari shkurtojnë mundësinë e dëbimit në një vend të tretë. Në të njëjtën kohë, administrata Trump ka shpallur reformë të thellë në programin e vizave të punës H-1B. Sistemi deri tanishëm i përzgjedhjes meshor do zëvendësohet me një mekanizëm të ri që favorizon punonjësit e huaj më të kualifikuar e më të paguar. Sipas autoriteteve, kjo synon të ndalë abuzimet nga disa punëdhënës që kanë përdorur programin për të sjellë punëtorë më të lirë se fuqia punëtore amerikane. Reformat shoqërohet me masa të tjera të forta, përfshin një tarifë vjetore për $100,000 për vizat H-1B, si dhe prezantimin e një vize të re të quajtur karta e artë, me vlerë $1 milion si rrugë e përshpejtuar drejt shtetësisë amerikane për individ shumë të pasur. Ndërsi këto zhvillime tregojnë një shtëngim të fortë të politikave të emigracionit, duke ngritur debate të ashpra mbi të drejtat e njeriut, procesin e rregullt ligjor dhe të ardhmen e azilit në Shtetet e Bashkuara.